Ne kthehemi në studio të flasim tani sa i takon një ngjarje të rëndë që është regjistruar në Austri, sa i takon një sulmi me armë në një shkollë i cili në fakt ka shkaktuar 10 viktima dhe disa dhjetra të plagosur. Do të lidhemi live me Aladin Stafën që ndodhet në Austri. Aladin, të përshëndes, çfarë ka ndodhur, çfarë dihet deri tani? Ka patur deklarata që dënojnë sulmin nga pothuajse të gjithë liderët e Europës, janë shpallur dhe 3 ditëzie. Cilat janë detajet më të fundit? Përshëndetje, faleminderit. Po e vërtet ka qenë një situatë goxha e rëndë në paraditën e sotme, rreth orës 10 në një shkollë në Graz. Ka qenë pikërisht një 21 vjeçar ku ka për të mundur futjen e tij në ambientet e brendshme të shkollës, i armatosur me 2 armë legale, ndërkohë që ka kryer një sulm në 2 klasa të ndryshme, duke çuar në vrasjen e 9 studentëve ose nxënësve dhe normalisht më pas ka kryer edhe vetvrasje në ambientet e një tualeti në po këtë shkollë. Forcat e ndërhyrjes shpejt, të cilët janë kobrat në Austri, nuk ka mundur do të bëjnë parandalimin e ngjarjes dhe aq më tepër askapjen e individit ku ka kryer vetvrasjen dhe duket se nuk ka dashur një konfrontim me këto forca të ndërhyrjes shpejt. Ka pasur reagime nga e gjithë politika, me thënë drejtën, kryeministri, zëvendës kryeministri, kryetarët e partive të ndryshme, ministri i brendshëm, ku normalisht ka mbetur të shokuar. Është një ngjarje që nuk parandodh në Austri, duke qenë se renditet edhe si një vend me një siguri goxha të lartë, por mbetet një pjesë individuale, një akt i kryer individual nga ky person, gjë që të cilën arsyet nuk dihen. Çështja është duke u investiguar, por arsyet nuk dihen sepse ai tashmë ka marrë me vete duke kryer dhe vetvrasjen. Ka qenë një ish student në këtë shkollë, duke studiuar, por duke mos mbaruar të gjithë procesin e arsimimit. Ndërkohë, është përshkruar pikërisht kështu siç the edhe ti, si një person që ka vepruar i vetëm, por çfarë dihet për motivet, Aladin, cilat janë dyshimet kryesore të hetuesve, çfarë është thënë deri tani? Motivet janë ende të paqarta. Policia nuk ka dhënë asnjë deklaratë mbi motivet e ngjarjes. Lajmet janë shumë të reduktuara dhe të fshehta, duke munduar që edhe vetë policia mos të përhapi panik në masë, në shoqëri ose tek fëmijët e tjerë të asaj shkolle dhe gjithë fëmijët kudo që ndodhen. Lajmi ka bërë shumë bujë, sidomos në orët e para ku terrori ka qenë goxha i madh dhe ngjarja normalisht e paparashikueshme. Unë mendoj që individi duke qenë edhe si një ish student i kësaj shkolle, mendoj që ndoshta mund të ketë pasur një peng nga e kaluar ose mendoj unë janë çështje që mund t'i mendoj unë, sepse ka shkuar pikërisht në ato klasa ku ai kishte qenë më përpara. Dhe ka goditur duke mos pasur asnjë ide tjetër përveç se idesë që ta kryejë këtë masakër dhe në fund t'i japi fund dhe vetes së tij. Kjo gjë tregon që ai ka pas një plan të qartë derisa ka shkuar edhe në vetvrasje. Mendoj se ka qenë shumë i qetë dhe nuk mendoj se ka qenë në ndonjë substancë ose të një. Ka qenë një veprim gjakftohtë në një lloj forme. Mendoj që po. Ndërkohë, Aladin, ka reaguar edhe presidentja e Kosovës, Vjosa Osmani, e cila përcjell ngushëllime në disa media, ende informacioni pa verifikuar, thuhet se pre sulmit ka rënë edhe një vajzë nga Kosova. Nuk e di sa e konfirmuar është diçka e tillë. Emrat janë bërë me dije vetëm gjinit e nxënësve që kanë ndruar jetë, pra janë rreth 6 vajza dhe 3 djem, por asnjë emër nuk është bërë me dije deri në këtë momente, as mosha e tyre, janë shumë privat në dhënien e lajmit. Gjithashtu policia kërkon ndihmë
nga shoqëria, nga njerëz që mund të ketë qenë pranishëm, nëse mund të kenë parë ndonjë gjë në vendngjarje, për video, filmime, fotografi, sepse do të jenë shumë ndihmuese se çfarë ka ndodhur në të vërtetë, pasi ato kanë mbërritur pak minuta pas ndodhjes së incidentit. Nuk dihet se fëmijët të kujt nga cila origjinë janë të gjithë, nëse janë të gjithë austriak ose nëse ka origjina të ndryshme. Nuk e mohoj deklaratën e presidencës Osmani, por nuk është bërë me dija asnjë. Okej, zyrtarisht pra nuk është thënë ende diçka. Asnjë nacionalitet i fëmijëve ose origjinë e fëmijëve që kanë ndruar jetë. Ndërkohë, mediat flasin për rreth 30 të plagosur, cila është gjendja e tyre nëse ka informacion, po themi, nga ana e autoriteteve që, siç po më thua, janë goxha të rezervuara dhe me të drejtë, ndoshta për të ruajtur edhe një lloj etike në raportim. Patjetër etika është shumë korrekte nga ana e të gjithë gazetarisë austriake, ku në mbrëmje është planifikuar që të bëhet një emision ose që të bëhet një diskutim mbi këtë situatë. Për momentin janë dhe 30 persona ose nxënës të tjerë që mund të jenë të lënduar, ku 12 për tyre janë lënduar rënd dhe 2 prej tyre janë në një gjendje shumë kritike, duke luftuar për jetën, dhe me shumë gjasa numri mund të ngrihet i personave që mund kanë ndruar jetë, mund të ngrihet në orët në vijim. Jemi ende në pritje, por 2 prej tyre janë me të vërtetë në gjendje kritike për jetën, me sa kam lexuar. Radin, ndërkohë, lidhur me parametrat e sigurisë, zakonisht Austria ka reaguar duke rritur nivelin e gjendjes së gatishmërisë. Ka informacione të kësaj natyre apo shihet, po themi, në kuptimin e një sulmi individual, pra lone wolf, siç është edhe terminologjia në gjuhën e akteve terroriste. Pra është parë nevoja për të shtuar siguria apo shihet si një rast i izoluar? Jo, është totalisht një rast izoluar. Policia ka bërë me dije se ka gjithçka nën kontroll. Nuk besohet që të ketë një plan të fshehtë mbrapa këtij sulmi, as një plan që mund t'i përkasi aspektit religjioz, ku edhe ato kanë bërë deklaratat e tyre dhe distancimin nga kjo situatë e krijuar. Mendohet që të jetë vetëm një akt individual, ku policia tashmë ka gjithçka nën kontroll. Dita nesër do të vazhdoj normalisht, me sa kam lexuar, mësimi do të vazhdoj normalisht. Natyrisht do të ketë kufizime dhe në 3 ditët e ardhshme Austria do të jetë totalisht në një gjendje zije, ku nuk do të privohet edhe nga festat që mund të mbahen jashtë ose brenda ambienteve përkatëse. Të gjithë politikanët janë të shokuar, kanë marrë masat e tyre dhe kanë bërë edhe deklaratat e tyre. Mendoj që policia ka gjithçka në kontroll dhe po punon në zbardhjen e gjithë kësaj situate, por dua të veçoj që është një situatë shumë e vështirë edhe në zbardhjen e qëllimit që ka pasur ky person, sepse siç e thash, vetvrasja e tij çon në komplikimin e situatës dhe ndoshta ai mund të ketë marrë me vete çdo plan që mund të ketë pasur në kokë. Ndërkohë, kam dhe i pyetje të fundit se i takon deklaratave të ashpra të politikës. Ka patur reagime nga opozita që lëshojnë akuza për një neglizhencë të parametrave të sigurisë në shkolla? Patjetër reagimi ka qenë normal nga kryetari i opozitës, që së fundmi nuk ka mundur dot që të bëjë qeverinë përkatëse dhe ndoshta nervozizmi mund ta ketë pasur të lartë, por në këtë aspekt ose në këtë rast nuk ka pasur asnjë deklaratë të tij që ka bërë me faj pozitën, pra qeverinë për mos sigurinë e shtetit të Austrisë ose të rajoneve përkatëse. Nuk ka dashur që ta komplikojë më shumë situatën ose të përfitojë nga kjo situatë që ka ndodhur, duke u shprehur keqardhje për gjithë familjarët e viktimave dhe për gjithë njerëzit që kanë qenë aty të pranishëm, dhe thjesht kaq ka qenë thjesht një lutje që të shkojë sa më mirë dhe të vazhdoj policia me veprimet e mëtejshme. Por asnjë
dua ta theksoj që nuk ka pasur asnjë goditje deri më tani drejt qeverisë. E qartë, Aladin, shumë faleminderit që isha me ne, faleminderit për detajet e fundit nga kjo ngjarje e rëndë. Faleminderit. Mirë, padyshim, një rast i vështirë për të përballuar, sidomos kur preken të vegjëlit dhe të miturit si rrjedhoj e dhunës agresive, barbare, për e cilat nuk dihen ende arsyet, siç e tham edhe në bisedë, është raportuar për një vajzë nga Kosova si një prej viktimave, por kjo do duhet konfirmohet edhe në rrugë zyrtare, pra ai sa na takon sigurisht që e shprehim edhe ngushëllim në këtë moment të vështirë. Ne do të ecim më tej, do të shkojmë pak publicitet dhe kthehemi sërish në studio.